Jo, vetëm kaq. Sot në Kosova Live do të jemi edhe me mendimin për të kuptuar temperaturat që na presin këtyre ditëve. Fakt pas disa ditëve që ishin minus, sot jemi në një mot më të mira, ka edhe diell postjerash. Temperaturat të paktën deri tani kanë shkuar në 5 gradë. Mendimi do të jetë më vonë me ne. Do të kemi diçka edhe nga Spitali Amerikan, derisa do të kemi edhe një promovim librin të një prej kolegeve tona. Por të gjitha në këto dy orë, kështu që qëndroni me ne do të nisim fillimisht me çështjet politike dhe do të nisim pikërisht me LDK-n dhe me atë që Lumir Abdigjiku ka deklaruar pas mbledhjes së kryesisë që ka ofruar dorëheqjen dhe më pas i mbetet kuvendit nëse do ta pranoj këtë apo jo. Do të flasim për LDK-n me Abdigjikun dhe pa Abdigjikun pas rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Sot jemi me Sali Rexhaj në fakt përmes një lidhje të drejtë për drejtë ndryshe nga hera e kaluar. Rexhaj, mirë se erdhët. Faleminderit për kohën. Përshëndetje gjithashtu. Ju kishte munguar diaspora apo jo? Pasi keni shkuar. Jo aq shumë, gjithsesi tashmë mërgjimtarët diaspora i janë kthyer punës atje, ndërkohë ne i kthehemi problematikave të tona politike. Atëherë, besoj e keni parë këtë deklarat të Lumir Abdigjikut, kemi diskutuar shpesh edhe për këtë çështje dhe besoj ishte e pritshme ky ofrimi i dorëheqjes. Si e sheh? Çka do ndodh? Po në fakt unë e kom prit dorëheqjen, jo ofrimin. Ofrimi është lojë. Dorëheqja në fakt është dashur në udhon me 10 shkurt, kur ka dalë LDK-ja atje treta, mirë po ai është shtyni dhe një vit. Tash nuk është dje nuk e kishte ai takimin me kryesin. Me kryesin e kam duket sot. Dje kishte me një rreth aty 2 vetin mbrana LDK-s, me cilat si duket po e përgatit terrenin për të ikë dorëheqjes dhe për të vazhduar. Abdigjiku nuk është interesuar për dorëheqja? Jo, se dorëheqja është akt moral, është e sinqertë, është përgjegjësia, ky nuk e ka atë ndjenjë, nuk e ka zhvilluar me atë ndjenjë, se përndryshe do të jepte dorëheqje më herët. Vetë ka thonë se nëse del 13%, LDK-ja kryetari është standard që të shkojë për këtë mënyrë, për këtë arsye larguan edhe Isa Mustafa. Edhe Isa Mustafa ka mujt me thonë se pipres organet, çadion e kryesinë, ato dihet se përkrahin kryetarin. Kjo është një lojë tillën e kom pa kur kam qenë i ri, ka qenë i farë Rahman Morina, një sot jep këtë dorëheqje, nesër partia Selente dhe kështu. Kjo është lojë e keqe të shqiptar, kam ndjerë shumë të keqe. Për ata që natyrisht se jo të gjithë janë vazhdimisht në rrjedhat e situatës politike, do të lexoj vetëm një pjesë të asaj se çfarë është në mbrëm. Takimi i parë pas rezultatit zgjedhor, trajtuam të gjitha çështjet dhe çka na pret në të ardhmen. E kam obligim moral e politik, jo vetëm të sjellë stime të marrë përgjegjësinë, por të shtroj tutje edhe organizimin politik të LDK-s nëpërmjet ofrimit të kësaj dorëheqje. Pra obligim moral e politik, por jo asesi nuk besoni në këtë dhe duke e marrë parasysh këtë çka thatë. Çka presni në LDK? Po dorëheqja është, më ka ndodhur me dhënë dorëheqje. Jam përshëndet me njerëz dhe kam shel derën dhe kam dalë. Dhe ndikimi jam ka qenë diku zero çka po ndodh më atje. Edhe na dim për shembull rastin e Sali Berishës. Ai dha dorëheqje, por shihni diku se mundohej që të kishte influencë Partinë Demokratike dhe ku e solli në një parti minore që në Shqipëri nuk ka kurfar ndikimit. Dorëheqja është dorëheqje, njëri u shkon më një herë, edhe nuk përzihet më punë të partisë. Ai e ofroi dorëheqjen, do të shkojë të luajë me vajza, ajo është shumë fisnike, mirë po, si duket mbrana kohës, e ndryshoi mendimin, gjitha premtimet që i ka dhënë për Piu dhe ju kthye lojnave që të ballkonet. Po, gjithsesi, Rexhaj, kur ke një rezultat të dobët, të paktën sipas jush, a gjithmonë është përgjithësi kjo dorëheqje apo në fakt përgjithësi është edhe ta mbash atë, të mos largohesh, por të shohësh se çka të ndryshohet brenda një partie në këtë rast? Se nuk është një kështu. Rezultati i dobët nuk kërkon aty shancën e dytë, duhet me ecë. Faktikisht kjo e kërkon shancën e tretë. Nëse LDK del e treta në çdo variant kryetari duhet shkojë. Vetë ta kem parasysh se nuk ka kurkush asgjë kundër Abdigjikut, por LDK-ja është një parti e rëndësishme në Kosovë. Me LDK-n është gjuna që të luhet në këtë mënyrë, sepse prej LDK-s mbarën shumë procese në Kosovë, se ajo është partia më e vjetër, është më demokratike dhe për këtë arsye ne flasim gjithë për LDK-n. Nëse do të ketë ndonjë parti tjetër, nuk do të diskutoni më shumë. Po, e qartë. A mendoni që po luhet me LDK-n nga dikush aty?
Po luhet faktikisht LDK-ja. Nëse tash ka rënë 13% dhe ky ekipi Abdigjikut, me Abdigjikun krye, e vazhdojnë këto lojna, keni besën po ja jap se në zgjedhje tjera do të luftoj për prapë zgjedhora të ndiku me 6-7%. Sepse njerëzit kanë ndryshuar struktura e LDK-s, kanë ndryshuar njerëzit. Kanë shkuar shumë, nuk ka prurje të reja. Besoni, unë kam marrë tash pjesë vetë në zgjedhje këtë vit edhe i kam pa pak shumë qysh... Ke pa nga afër, po. Nga afër, nga terreni, që si kam pa kur asnjëherë prej 92-s. Unë shkova me fjala në Klinë, me parku makinën në një ku e lodh çdo herë, edhe ai që udhëhiste që ki pronari i parkingut, po më thotë se është deshta më dhon një vizitë kartë timen. Hajdara me bëmë, se jo, i kisha për votim, tha më falë, apo unë e votoj në deken. Thash, mirë, thash, po shkoj ka vota në vendur, apo jam i shqetësuar, pse? Tha, mbrëmbe e kam bajt Abdigjikun i Tubin Klin, edhe shumica njerëzve ta kanë qenë të ardhur, ma kanë rezervu për placën i ditë për para. Tash, më rëmenti nëse shkon me këtë loj, bjen njerëzve për Tubine, ndërsa i kje dy anje humbës, sepse ata që vinë me ty, janë të paguar aktivistë tjera komunëve, nuk e dy që shmoksera, ata janë dëshpruar se dinë se po manipulohet. Po dhe vendasit që mblidhen aty, edhe ata janë dëshpruar se në një Tubim të LDK-s nuk i shohin bashkë vendasit e vetë, po shohin ftyrat pa njohta, cilat vinë vetëm me duar trokit, me thirramin e Abdigjikut, me lënë përshtypje për media se është partia e parë në Kosovë, ndërsa kur përfundon rezultati i zgjedhjeve, përfundon partia 4 me 13%. Kjo nuk guxon, përndryshe do të ishte padrejtësi e madhe në karshi i Isa Mustafës, sepse Isa Mustafën e shtim unë i pari kom kërku. Qem në ditën e nesër me kur kara partia me 13% me shku, edhe pse arsyet ishin plotësisht tjera. Atër ju da partia për gjysë, ju morë Vjosa i mori me veti, edhe Isa Mustafa nuk ishte rrugë tjetër, posta përkra rrugën e LDK-s me bashkëpunim me Amerikën. Këtë partinë e tretë nga këto rezultatet e zgjedhjeve, dua pak të na bësh një dallim nëse do të vazhdoj të jetë Abdigjikun në krye, sepse në base edhe ku vendi do ta shkarkoj, nuk i dihet, pavarësisht asaj se si e shihni ju. Si e shihni LDK-n në këta muaj të rëndësishëm, meqense do dalim dal nga dal edhe te çështja e presidentes. Si e shihni LDK-n në këta muaj të rëndësishëm me Abdigjikun dhe nëse ndodh pa të? Qërë ramja e LDK-s ndodhi për një arsye të vetme, se pas zgjedhjeve të nëntë shkurtit, LDK-ja Abdigjiku doli me një qëndrim absurd. Tha nuk shkoj as me ata, as me këta dhe ishte plotësisht pasive. As nuk voton të kryetarët, as nuk i kundërshtonte, as për as kundër, as me opozitën, as me pushtetin. Kjo është e pa logjikshme në politikë, për çka merret njeriu me politikë. Unë që tash kam marrë pjesë në zgjedhje në krah të aleancës, edhe ma tutje që nëse ka ndonjë mundësi 0.1% për mu formu një qeveri, duhet aleanca me marrë pjesë në pushtet. Partia formohet për me marrë pjesë në pushtet. Pra thoni që i ka munguar guximi LDK-s në këtë gjithë periudhë që patëm, në këtë krizë? Jo guximin, mendoj se ishte strategjia, qëllimet e Abdigjikut janë të paqarta për opinionin. Po pse paqarta? Pse Abdigjiku duhet të ketë që le të themi, qëndrime ose qëllime të tilla të cilat janë të paqarta, se base nuk e di nëse aludua saksisht në Abdigjikun kur thatë që po luhet me LDK-n. Po, në Abdigjikun, bashkë në Abdigjikun. Edhe këto se strukturat dhe ta ngarkojnë, dhe ta shkarkojnë, këta janë pa lidhje. Po pse duhet të luj Abdigjiku? Pse duhet luj Abdigjiku? Ata janë njerëzit që e kanë zgjedhur, çka të thot, ata i nënshtrohen. Pse duhet të luaj? Po, pse duhet të luaj? Nëse unë tash japi dorëheqje për punës teme, ku jam nuk ja uçoj, e kam dërguar një dorëheqje, ju vlerësoni a më shkuva me ndajt. Jo, e qartë, nuk funksionon. Unë e çoj dorëheqjen edhe nuk shkoj më aty. E qartë. Po pse Abdigjiku të luaj me LDK-n? Ku është interesi? Me këtë parti të rëndësishme si Abdigjiku e ka vu interesin personal në radhë, po ai po kujdeset për fatin e tij politik, tash merr mendon sa kam informata, nuk u informuar jam. Ajo është mundu me shku në koalicion me vetëvendosjen, me rezervu për vete postin e presidentit, do më thonë është thjesht karriera e tij në pyetje, nuk është interesi i LDK-s, nuk është interesi i Kosovës, se po t'ishte interesi i LDK-s dhe i Kosovës, Abdigjiku ka mund të më bëjë kryeministër, po ta hapte po tulej me PDK-n, me Aleancën edhe me Pakicat, po tulej ai.
edhe ta qitë ato në bita tavolinë. Unë e vi me juve nëse më bani kryeministër, me siguri se do ta propozonin, se na i kishim 4 vota ma shumë se vetëvendosja. Por i shkoj pasiv. Fatmir Limaj edhe Abdi Gjiku janë aleat më të mëdhej të Albin Kurtit, cili mbrana 10 muajve për kundër gjitha dopsive, gjitha lejthitjeve, gjitha tradhtive, gjitha mashtrimeve, arritën që ta rrisin Albin Kurtin për 10% sepse nuk i dolen kundër. E lanë projektet e ti me i zhvillu madje edhe datën e zgjedhjeve me zgjedh Albin Kurti vetë, edhe pse si takon kjo drejt në asnjë mënyrë. Sa ishte pakic. Po, përmendet diçka që në fakt natyrisht do dalim edhe aty. Çfarë thon këto informacione tuaja për këtë çështjen e LDK-s dhe vetëvendosjes, presidentin, dhe në fakt ka edhe një emër që po përmendet tash sa kohë Bekimi Jasharin. Çfarë thon informacionet tuaja? Jo, nuk është Bekim Jashari në lojë. Okej, kush është? Është Abdi Gjiku vetë, ai tash do me gjetë një mënyrë mu largu, me një plumë që shtemi na, me dy shajemi që mi godin. Edhe mu zjedh president, edhe presidenti automatikisht do të mu largu për partije, edhe me pru dikon tjetër kryetar partijës. Këtë formule është mundu me zbatu, po kjo është punë e pa ndershme. Pse s'ka shku me vetëvendosjen kur i ka pas 20 deputet, po shkan me vetëvendosjen tash kur i ka 15. Edhe vetëvendosja sa i ka atje, 48, 57, non ma shumë. Do me thonë është një lojë tina, është një agjende tina cila, këtë agjende ka sjella me veti kur ka në LDK 21, se na e dim që o taku njëherë me Josa Osmanin 4 sy, edhe kur nuk e dim se çka orë biseduat. Një lojë si që quani ju që Kurti do të cilët rreth kësaj loje, do ta pranoj këtë, çfarë parashini? A mund të ndodhë në praktik kjo? Praktikisht mund ndodhë, sepse me votat LDK-s, me 15 deputet LDK-s, me pakicat edhe me votat e vetëvendosjes, janë 82 vota. Jo, praktikisht nga ana e Kurtit, këto nga matematikat e Kurtit, te kjo ishte çështja. Këto e matematika dhe të Abdi Gjiku, se Kurti nuk e ka tash atë problem, Kurti ka numrat për me zgjedh qeverinë, edhe atë qeveria e ka mandatin 4 vjeçar, se kur zgjedhet president, ai dikush duhet të ofrohet vetë luftoj. Nuk do të luftoj me Albin Kurti, ka mu zgjedh president me thira do i qisin gjysë natës që shka ndodh atër me Pacollën, ata nuk do të bëj Albin Kurti tash. Kush do mu zgjedh president, do t'i ofroj numrat, t'i asiguroj. Albin Kurti mund t'mi asiguru 57, 67, tjera do t'i bëj dikush vetë. Dhe Albin Kurti Vjosa nuk i ka, Abdi Gjiku i ka, në këtë lojë është të shku. Nëse i del kjo lojë. Po si e parashikon Abdi Gjikun si president? Roli presidentit është i parancishëm, aty mund me kush do, pse jo? Ajo është muaj ajo pozitë është për Abdi Gjikun e mirë. Aty s'ka nevojë me marrë me asgjë, është formale, me shëtitka, nuk është edhe kaq i parancishëm posti i presidentit, a? Nuk është që bashkë çdo kush mund të bëhet. Po gjithsesi absolutisht nuk ka rëndësi në diçka në shoqëri. Qeveria është më shumë më e fortë se sa presidenti. Po ku po mbetet Osmani në gjithë këtë lojë, në gjithë këtë matematika? Natyrisht ai e ka shprehur tashmë interesin për një mandat tjetër, do t'i diskutojmë pak edhe deklaratat e saj që këto ditë ishin shumë të diskutuara, sidomos ajo për çështjen e 20 shnojeve. Si pot. Kategoria në diplomaci, kategoria e shnjovjeve, angazhimi për mos shnjovje nuk është e definuar, nuk ekziston. Shtetet ose të kanë njohur ose nuk njohin. Po ajo masi s'ka kur farë suksesi, vërtet sukses për Kosovën, se sukses për vete, përshojmë se ajo është shtu pasuria, por sukses për Kosovën nuk ka. Ajo është vetëm i vetmi institucion legjitim për momentin, deri me 4 apo 5 mars, e pastaj i s'ka dhënë mandati, ajo nuk është në pozitë për me shantazhu dikon, nuk ka parti, nuk ka zgjedhje në atë kohë, dhe ajo lufton kot, ajo duhet me siguru vetë votat, me këto turbulenca, me këto lëvizje, her kundër Kurtit, her me Kurtin, ajo ka dëmtu vetën dhe as nuk e propozon kërkush, edhe as nuk e voton kërkush. Si e shihni për momentin? Është krah apo kundër Kurtit, Rexhaj, Osmani për momentin? Po ajo ngvaret çka është interesi i saj personal. Po, prandaj po. Nëse sheh interesin se Kurti do ta propozojë dhe do t'i asigurojë votat, atëherë shkon me Kurtin, po Kurti nuk e ka atë problem. Pse me luftu për votat dikujna, pse me kompromitu vetëm, pse me i lojna për Osmanin, kur nuk i duhet ajo asgjë, se ajo s'mund të mi siguru votat. Nëse ai që garanton se i siguron votat,
Ata e merë Kurti, ai që s'ka vota, me siguri nuk e merë. Po, besoj ju kujtohet që kur erën e fundit ishi këtu në studio, disa deklarate tuaja, në fakt morën hovin dhe pat komente të shumta dhe një prej tyre, me qenë se jemi të presidentja, ishte ajo çështja e Ramush Haradinaj, që është i duhuri për president që ju u pajtu ata, me një prej opinionistëve këtu. I qëndroni kësaj? Po, unë i qëndroj asaj se Ramush është më i miri, sepse me Ramushin me siguri se Kosova do të ankarsoj shpejt NATO. Për dim në lidhjet e tij personale, dim aktivitetin dhe aftësitë e tina për me depërtuar shtëpitë bardh, atje ku bien vendimet, këto aftësi nuk i ka, mundësi nuk i ka askush, por ta shohim konstelacionin, të shohim njërë se si duket do të rinumrohen edhe 2 javë do të ketë rinumrimet vota dhe do të thonë certifikimi shtyhet për një kohë, kështu që ditët e presidentes ecin, se atë do të jetë opozita aq e mençur që tullet me Albin Kurti në vetëvendosit i thotë, okej, ti ke 51%, por nuk i ke 100%. Ti mund është me marrë 2 pozita, kryeparlamentarin edhe njonin prej pozitave, ose kryeministrin ose presidentin, po s'mund t'i marrë shtria, pa marrëveshje. Më shumë parashini që do të kemi president, apo do të kemi një krizë të re dhe zgjedhje tjera? Unë si njeri që është aktiv politik, nëse s'ka marrëveshje, jam për zgjidhje të reja. Nëse ka marrëveshje, atë duhet zbatohet marrëveshja. Okej, e kam vetëm edhe një çështje të fundit që lidhet me diçka që ju e thatë më herët. Duke e njohur mirë edhe diasporën, duke e njohur mirë edhe këto mentalitetin dhe atë që keni para dhe jeni përballur në Kosovë, ju keni qenë pra aktiv në këto zgjedhjet e fundit dhe keni qenë në terren drejt për drejt. Çka keni parë nëse bëjmë një dallim të diasporës dhe të njerëzve që jetojnë këtu kur vije puna tek politika dhe tek problematikat e vendit ton saktësisht? A ka një dallim të madh apo jo? Po, është një dallim i madh. Është një dallim i madh sepse ju që jetoni në Kosovë, jeni të lidhur drejt për drejt, votoni për vetvete, për interesat juve, për me zgjedh problemet e juve që i keni atje. Dhe vota juaj është shumë racionale. Nëse do t'i heqim për shembull, se unë jam shumë i fortë me numra, se kam studiuar ekonominë, dhe po, nëse i abstrahojmë, nëse i heqim, se teoria abstrahimit gjithmonë shkel s'ka rëndësi. Nëse hekim 170.000 vota diasporës, atëre votimi i vendasve ishte shumë i mençur dhe shumë domethënës. Vetëvendosës ja dhanë diku rreth 35%, e larguan Fatmir Limajin sepse ai luajti e trahtoi Ramush Haradinaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ndërsa e dënoi edhe pasivitetin edhe luftën personale për ambicie private të Abdixhikut. Do të thotë do delte një parti një qeveri shumë e mirë, e udhëhequr prej Bedri Hamzës edhe prej partive tjera, se me 35% nuk do të kishte mundësi që formonte qeveria Albin Kurti, por diaspora erdhi me akinatin e vet, me ta urrëtitjen e vet, me atë arrogancën e vet, dhe ishin jo vetëm sallutuar nga Serbia, u përcollën atje në aeroporte me tupana, me flamuj, dole me festu me kusia, me tepsia, një gjë shumë primitive. Kjo tregoj ftyrën e vërtet të asaj pjesë e diasporës. Keni parasysh, diaspora e Kosovës është rreth 1 milion. Dhe ata 170.000 që vinë atje me tupana, me kusia, me tepsia, edhe votojnë për me urrejt dikon. Po pse diaspora duhet ketë një urrejtje të tillë ndaj vendit të tyre, ndaj njerëzve të tyre, se këtu jetojnë edhe ata familjarë të tyre. Pse sipas jush duhet me pas këtë? Apo është politika që ka shkaktuar këtë përçarje? Jo, nuk është politika, është vetëm një parti është që ka bërë këtë përçarje. Shiqo, problemi është kështu. Këta që kanë ardhur në diasporë, mas lufte bie fjala, pjesa më aktive që është me vetëvendosin, këta kanë urrëtitje ndaj Kosovës, ata nuk mundën me të pa ty udhëhes të misionit, nuk mundën me të pa ty menaxher, nuk mundën me të pa ty me një shtëpi të mirë, nuk mundën me të pa ty duke fituar mirë, dhe ata e kanë krysë ti ke vjedhur, ke bërë diçka. Nuk e kuptojnë se njerëzit Kosova ka ecë, shumë njerëz janë shkollu, shumë njerëz janë afaristë mirë, ka shkuar shumë përpara, kanë pasuri, kanë vetura të mira, njëjtë si këtu në Zvicër. E këta kur të vinë këtu për jashta, e shohin se me bleni makinë do të punojnë 20 vjet, me bleni shtëpi do të punojnë 30 vjet, edhe këta mendojnë për juve se ju gjithaj keni bërë me hajni.
me korrupcion se këta vazhdimisht vetë vendosja ka akuzu se 20 vjetë se bëha zë, por është pranu. Nuk ka regjion, unë shëtiti shumë, nuk ka regjion në botën besami se është zhvillu ma shumë se sa Kosova në 25-30 vjetët e fundit. Të pas parasy se kohën e pushtimit dhe kohën e luftës, kur shumë gjona e në shkatëru. Dhe me thonë shumë janë njësë pejt zerës, ma nuk e di njeri ku fillon kush Kosova, ku është Prishtina, njeri nuk e di ma ku është Lipjani, ku është Prishtina, është bashku, është zhvillu shumë. është një zhvillim atë që hapshëm. Më vjen shumë mirë në fakt që shihet Kosova ashtu, që është zhvilluar, gjithsesi për mërgjimtarët diasporët jenë të bindur që ne jemi të lumtur me sukseset e tyre, por besoj shumë që edhe ata janë me sukseset tona, por politika ndonjëherë. Pjesa dërmose, unë po flas për atë 170.000, unë po flas për 1 milion tjerë, që vetëm investojnë, dërgojnë remitenca, investojnë në Kosovë, vinë për pushime në Kosovë. Jo gjithë, jo për diaspora e voton një parti cila do të qofta jo. Jo krejt diaspora e voton në vendosin. Unë të falenderoj ty si gjithmonë për kontributin, për gatishmërinë edhe dëgjohemi në rastet e tjera dhe në zhvillime tjera. Faleminderit çdo të mira. Faleminderit shumë, gjithashtu.